21 nëntor. Ngriuni, luftoni për vendin tuaj. I smuri global, i smuri i Europës Juglindore ka dalë kuriq. 8 orë me lubin, rahmetlien, si thot Berisha, për çfarë? 8 orë janë për leshje, thika, helme, tortura psikologjike, kërcënime, telefonata, presione, trysni, 8 orë. Dhe ajo që më lë një përshtypje të keqe në takime që kam me njerëz edhe të majt, çfarë merite kishte Mata Hari, e cila u ngrit deri në numrin 2 në qeveri. Asgjë. Absolutisht. Por organet e inteligjencës e din mirë se çfarë përfaqëson dhe çfarë trysnie bën Mata Hari, që ka mbështetjen e Athinës, por dhe mbështetjen ruse. Rama është gjynjëzuar. Rama është dorëzuar. Altin Dumani ka drejt të kërkojë të marrë të pandeu Ramën. Gjykata kushtetuese nuk duhet ta marrë fare në shqyrtim. Nuk ka pse. Jo çdo gjë shkon në gjykatën supreme në Amerikë. Nuk ka se si, nuk ka në shkelje kushtetuese në këtë rast. Mund të apelojë te gjykata e SPAK-ut. Dhe kërkesa që SPAK po bën është me nynate. Ajo duhet arrestohet. Ka kontrolluar 5 miliard dollar. Një person që guxon të sfidoj politikën amerikane. Ëndrat prallët se gjoja ka qenë në Amerikë nuk e ha kusht, milionat e saj po. Jo, kam thënë që njerëzit e palloshit, siç thot ajo, mbasi pastruan milionat e byros të nanos, klanit të tij, nisën edhe orvatin e pastrimit milionave të saj. Dumani e ka marrë urdhrin nga amerikanët për arrestimin e saj kohë më parë. Flet arresti ka qëndruar në citarën e tij. Dumani ka ende kohë. Sepse të gjitha rrugët të çojnë tek zyra e Mehmetçeut. Ajo zyrë që dje është kthyer përsëri Macbethiane. Nuk ka forcë Ballukut të përballojë Ramën. Kur Rama është nevrastenik, urrëritës, zbërtitës, torturues psikologjikisht, nuk ka as të thret fare në zyrë. Ajo flet në emër të diçkaje. Di shumë, nuk di pak. Tek milionat e dollarëve, Rama nuk lë askënd që të marrë pjesë më të madhe, pjesa luanit të shtetit. E din të gjithë që janë afër tij, që kanë punuar me të, larguar prej tij. Natyrisht që reforma në drejtësisë, me shumë problematik, dhe Rama duhet këtë kontrolluar shumë në SPAK, po shkonte ai. Nuk ka ku ikën. Një autokrat, një gjysmë diktator, një konsumuar, një njeri që shtrihet me kosin, dhallën, qumshtin, pjeprin, me figurina të neveritshme të Europës, por askush nuk e qas për te oqeanit. As Bideni nuk dënjoi të takonte, edhe pse ishte në tutelën e Sorosit, një tjetër figurë e vështirë. E them edhe një herë që gjykata kushtetuese nuk duhet ta pranojë kërkesën e Ramës fare. S'ka pse, nuk ka në detyrim. Sepse në qoftë se gjykata kushtetuese do të bëjë të njëjtën gjë që bëri me Kusarin tjetër Veliaj, shqiptarët kanë drejt të imitojnë edhe modelin e Bangladeshit. Po amerikanët. Personi që zënzoi Escobarin dihet këtë takoi. Nuk takoi Ballukun në Ramën. Mbështeti SPAK-un, takoi dhe disa politikanë, ata 5 moskëtierët e PD-s. Ata janë të qartë dhe nuk tërhiqen. Rama kërkon të blej kohë për pazar. Le të supozojmë se
kushtetuese do të çmendet, do t'i jap drejt Ramës. Dumani mund të kërkoj arrestimin e Ballukut. Se faktet janë groposëse. Por Balluku mund të ketë shkuar me dosje të mëdha Ramës dhe të thotë, akuzat e mia janë këto, këtu je ti, këtu është ajo që e vetmja që e këshillon Ramën, siç ka thënë opozita e vet me bashkëshortja e saj e Sorosit. Po janë 8 orë. 8 orë. Nuk mendoj se ka fjalor vokabular Balluku për të folur 8 orë me Ramën. Fjalor në Ramën se njohin. Po ish ministri i drejtësisë çdonte aty. Se po t'ishte problemi, për problem kushtetues ka të tjerë. A është ai personi që kontakton dhe kërcënon prokurorët? Është aq e naiv që mos e di që të paktën misionet e huaja këtu bëjnë ata përgjimen. E them edhe një herë, s'pak do të këdos Ramën. Është çasti më i mirë. Nuk ka nga se tutën, mbështetjen amerikane e kanë, pa diskutim. Problemi është që administrata e djathtë amerikane është vetëm shpresë për luftën kundër korrupsionit. Duhet ditur të përfitohet nga çasti, sepse njerëzit e Ramës, figurat e urryra të Sorosit, janë në luftë haptas shumë të madhe dhe presidentit Trump. Në Amerikë, sa herë që vjen një president republikan, e majta e cilëson Hitler, nazist. George Soros, në mënyrë skandaloze, cilësoi si nazist presidentin Bush. Veglat e tij, vëllezërit dhe motrat e Ramës, i thonë Hitler dhe nazist zoti Trump. Partia naziste ka të përbashkëtë me partinë e Ramës. Quhej Partia Nacional Socialiste Gjerman e punëtorëve gjerman. Nacional Socialiste punëtorëve gjerman. Pra ishin Parti Socialiste dhe Hitleri, por ishin nacionalist. Pra jemi për socializëm kombëtar. Gjermanët me të gjithë, dhe askush nuk e thot këtë pra mbështetësit socialiste. Kudo, edhe në Angli. Natyrisht që Trump nuk është nazist. Bush nuk ka qenë nazist. Rama i përngjet shumë, si piktori dështuar, metodat që bën shkakton dhimbje të mëdha në popullit vet. Por ajo që më shqetëson lidhur me nazizmin në Amerikë, është se një segment i vogël i djathtës amerikane kanë filluar të tregojnë simpati. Tucker Carlson, i cili ka një platformë të tij private, pa të ftuar Nick Fuentes, i cili thotë që unë admiroj Hitlerin. Dhe nga platforma e tij, historian revizionist, kërkojnë të revizionojnë historinë dhe janë nga e djathta, dhe thonë që kemi gabuar në luftën e dytë botërore. Nuk duhet të ishim bërë aleat me Stalinin, por duhet të ishim bërë aleat me Hitlerin. Në fakt, aleanca me Stalinin shkatroi gjysmën e Evropës. E ktheu në atë socializmin që Rama ndron në Shqipëri. Dhe është një këmban alarmi, sepse tabuja e Hitlerit nuk prekej në shkolla, kudo në Amerikë. Por, në qoftë se i kemi generalit Patton, një figurë shumë e madhe, i cili u caktua guvernatori i Gjermanisë, ai punësoi shumë nazist. Amerika vetë i mori të gjithë generalet nazistë dhe krijoi shërbimin e inteligjencës gjermane me ata. Pattonin e ndaluan të luftonte në Berlin, të merrte Pragën dhe të merrte Vienën. Pattoni kishte 300 ushtarë, i merrte 3.
Patton ishte ta zhdukem Stalinin, do të kemi probleme më pas. Dhe Patton i vdiq në një aksident, a thua ka pasur trafik në atë kohë, ku vetura e generalit famshëm u përplas nga një makinë ushtarake, askush nuk e di se si. Por në çastet e fundit të degës mos dënoni shoferin e ushtar. Patton kishte shpallur ambicjet për president. Është një general i madh. Ai është varrosur me ushtarët e tij në Europë. E ka lënë. Duhet varrosur në trimat e mi. Dhe duket që Patton pas ka pasur drejt. Sepse Stalini ka shkaktuar më shumë viktima se dhe Hitleri. Pse e them këtë? Sepse kjo është e ditës në politikën amerikane. Mos kujtoni se është dosja Epstein. Dosja Epstein, çfarë do të nxjerrë, është konsumim më i madh, natyrisht, dhe Trump si aktor, regjisor që është, do të shpëtoj vetëm nëse humbet Kongresin dhe Senatin, ata do ta shkarkojnë. Opozita, ata që e ndjen veten shqiptar, edhe në media, duhet në këtë çast të përballen dhe të japin goditjen e fundit regjimit kusar të Edi Ramës. Socialistët e ndershëm do t'i bëjnë një pyetje vetes. Ç'është kjo figurinë? Pas një përvojë, pas një eksperiencë, pas shkollë, vendoset numri 2, miliona dollar. Nisni verifikimin e pasurisë. Edhe për Ramën. Prallët se në xhmia moderne ka biznese nuk i hakush. Kërkoni ndihmën e FBI-t. Mos shkoni gjetë. Nisni nga pastrimet e milionave në Manhattan. Thesi është hapur. Kam kohë që ju kam thënë që kandili i çmurit global po shuhet. Kur shikon faktet, shifrat e vjedhjes, ndjem keq. Dhe kur takoj ose shikoj dikë zyrtar të administratës, kam ndrojtje që t'i jap dorën. Kam frikë se është si Lubia, si Rahmetlia, si Rama, janë vjedhës të vendit tim. Ata vjedhin pensionet, ata vjedhin të ardhmen. Dhe vjedhja më e madhe është largimi 1 milion vetëve, sepse ti vendos numrin 2 të qeverisë një person aq kokfort dhe pas një nuhatje politike që kërkon të marrë me vete gjithë ngrehinën e Partisë Socialiste. Se ajo fundin burg ashtu diskutohet që nuk e heq dot kurrë, janë miliona dollar. Mart me vete Ramën, një shërbim i madh. 8 orët e saj, 8 orët e Mataharit do të kujtohen për nisjen e përmbysjes dhe për mendimin tim edhe arrestimin e Ramës. E meriton. Unë ju falenderoj.